Shkojmë të zgjedhjet lokale. Sa do pastirohet ky komunikim në publik në zgjedhjet lokale dhe pse duhet fokusi të jetë i vendosur te problemet reale të qytetarëve në të gjithë komunat. Shikoni venar, ne me kohë kemi thënë, duke ditur se çfarë planesh po hartojnë qeveritarët, kemi thënë se zgjedhjet lokale nuk janë vetëm zgjedhje lokale, po janë shumë më tepër se aq. Bëhet fjalë për marrjen e një vendimi se ka do të shkoj shteti, se cilin kurs do ta ndjek shteti. Edhe për këtë arsye kemi ngritur alarmin të mbar opinioni se tani e kemi mundësinë në këto zgjedhje lokale që ta shprehim në mënyrë plebiscitare vullnetin ton se kush do na i zgjidh përfaqësuesit ton. A do na i zgjidh dikush tjetër apo do i zgjedhim vetë? Se paradoksalisht ne jemi në një situatë të tillë ku qytetarët shqiptar dalin, votojnë, e kryeministri Mickoski u thot shqiptarëve, ju votoni këtë doni, unë si përfaqësues t'juaj e marr këtë dua.